Prej momenti që e kam marrë pozitën e drejtorit përgjithshëm në administratën tatimore, në janar, në 20 janar të vitit 2016, kam fillu me menaxhmentin ekzistues që të implementojmë strategjinë e administratës tatimore, një dokument strategjik i krijuar nga i njëjti ekip që edhe sot janë menaxhment edhe më herët kanë qenë. Plani strategjik 2015-2020, në mënyrë të veçantë unë kisha mi përmend disa elemente që dalen edhe prej këtij dokumenti, po që kanë edhe një cak se ku duhet të arrihet në vitin 2020. Gjatë kësaj periudhe, ose fillimisht me marrjen e detyrës, kam filluar me konsolidimin e menaxhmentit në administratën tatimore të Kosovës, me krijimin e strukturës së re organizative, që është hapi i parë që ju ka paraprit pastaj edhe proceseve tjera në administratën tatimore të Kosovës. Kemi miratuar një strukturë e cila është e ndërtuar mbi parimet e funksionalitetit. Është një strukturë e ndarë në 4 shtylla funksionale në administratën tatimore. Janë prej këtyre 4 shtyllave janë programet dhe procedurat e pjesa që merret vetëm me krijimin e programeve dhe procedurave qoftë për tatim-pagues edhe për zyrtarët e administratës tatimore. Pastaj këto programe dhe procedura duhet të jetësohen, duhet të zhvillohen programet aplikative, kemi shtyllën tjetër mbështetjen e programeve. Këto shoqërohen pastaj me shtyllën tjetër të operacioneve, e cila është pjesa konsideroj më delikate edhe që merret me menaxhimin ose administrimin e tatimeve në përgjithësi, dhe një funksion i veçantë që nuk ka qenë pjesë e strukturës më hershme janë funksionet e veçanta. Është pjesë operative, janë funksionet që lidhen me njësinë e hetimeve tatimore, inteligjencës, pajisjet elektronike fiskale, menaxhimi i borxheve, posaçërisht projektet ose rekomandimet e misioneve ndërkombëtare të Fondit Monetar Ndërkombëtar të Bankës Botërore. Kjo është pjesa e parë e ndërtimit një strukture funksionale me qëllim të menaxhimit më të mirë të tatimeve. Pjesa tjetër pastaj është shoqëruar me zgjedhjen e menaxhmentit pas strukturës organizative. Kam 4 zëvendës drejtor, secili e menaxhon një shtyllë funksionale dhe janë drejtorët operativ dhe drejtorët funksional, këto nxyrën qendrore që e bëjnë administratën të jetë funksionale dhe të kryejë aktivitetet për çka është krijuar. Po trendi i tyre është pozitiv, kemi një tejkalim të parashikimeve të deri tashme, po ashtu edhe në raport me vitin e kaluar kemi një ngritje mbi 45 milion më shumë se njëjta periudhë e vitit kaluar. Ndërsa në periudhën janar-shtator të këtij viti ne kemi arritur që ta tejkalojmë edhe planin për 8 milion euro. Është një trend shumë pozitiv dhe një shtrirje edhe shumë e mirë e këtyre obligimeve tatimore. Prej këtyre 309 milion euro që janë mbledh deri më tani, 42% janë të tatimit mbi vlerën e shtuar, 31% tatimin të ardhurave personale, 27% janë të ardhurat e korporatave. Është edhe një shpërndarje jashtëzakonisht e mirë e pjesëmarrjes së tatimeve në tyrat e përgjithshme tatimore. Deri tani prej 385 milion euro prej aktiviteteve të rregullta janë mbledh 309,8 milion euro, ose 310 milion ditën e sotme. Ne kemi edhe obligim ligjor që të kujdesemi si menaxhment për trajtimin e barabartë të tatim-paguesve. Dhe këtë e them me përgjegjësi mjaft të lartë se trajtimi i tatim-paguesve është shumë korrekt. Tatim-pagues pa ndonjë informat paraprake nuk ka ndonjë aktivitet veçantë me to. Gjithmonë aktivitetet shoqërohen me informata paraprake që janë me synimin ose të nxitjes për mbushjes tatimore, ose kur ka ndonjë shmangje të madhe që jemi detyruar pastaj edhe të bëjmë vlerësime dhe kontrolle tatim-paguesve. Ne këtë vit kemi me qëllim që trajtimi të jetë më i barabartë, kemi ndërruar edhe inspektorët në qendra të ndryshme tatimore. Kemi lëviz inspektorët prej një regioni në regionin tjetër, në mënyrë që ato vizitat që i kanë shpesh të njëjtit tatim-pagues të ndryshojmë, shkak se me faktin që janë të njëjtin rajon
disi zbehet edhe fuqia e inspektorit përballë tatim paguesit. Kjo ka dhënë rezultate të mira, tatim paguesit janë shpreh korrekt në trajtimin që e kanë pas për inspektorëve, kanë mbyll aktivitetet që kanë qenë të kombinuara prej disa regione në një region vetëm, që edhe inspektor nuk e kanë njoft njëri tjetrin. Domethënë ka qenë një kombinim që ka dhënë rezultatet e soja, posaçërisht te pjesa e vlerësimit të deklarimit dhe konstatimit të stoqeve të ndërmarrjet që merren me tregti, me prodhim, me forma të ndryshme. Administrata tatimore e Kosovës ka afërsisht 800 punësuar. Prej tyre, dikun rreth 65-70% janë të angazhuar në aktivitete operative. Mbi 300 inspektor i kemi që janë drejt për drejt në vëzhgime, vlerësime, kontrolle. Një pjesë tjetër janë në shërbimin dhe edukimin e tatim paguesve dhe një numër i tyre, dikon 60-70 zyrtar janë në mbledhjen e detyrueshme. Pjesa tjetër, aty 30-35% janë pjesë që e mbështesin gjithashtu këtë pjesë. Në zyrën qendrore, ato që krijojnë programe, procedura, ato që mbajnë komunikimin me palët, komunikimin ndërinstitucional, pjesa e përkrahjes që janë buxheti, prokurimi, trajnimet, teknologjia informative, një funksion shumë i fuqishëm dhe një funksion i domosdoshëm për me menaxhu. Realisht ne nuk kemi kapacitetet mjaftueshme për me menaxhu edhe numrin e përgjithshëm të tatim paguesve, po edhe zhvillimet e përgjithshme që janë në biznes. Kemi zhvilluar një program të analizës riskut, që tatim paguesit vetëm me sinjalet e analizës riskut trajtohen, për shkak se kapacitetet janë të kufizuara dhe kjo ka dhënë dhe po jep rezultate. Kemi një aplikacion të mirë që na jep indikacione se cilat biznese nuk i kanë përmbush, kanë deviju, ose cilat janë rrezik për mos pagesë tatime dhe ato kryesisht pastaj vizitohen, sugjerohen dhe ka prej tyre që kontrollohen për shmangjet eventuale që i krijojnë. Administrata tatimore e Kosovës në fillim ka pas qasje në mënyrë pak më të vështirë. Posaçërisht deri në vitin 2011-2012, deri në vitin 2008 ne kemi pas një ekip në Mitrovicën e Veriut, që ka qenë ekip ekskluzivisht për inspektorëve serb, janë menaxhu prej regionit Mitrovicës, kanë kryer aktivitetin në komunat e pjesës veriore të Kosovës. Në vitin 2008 në mënyrë demonstrative ose kanë dhënë dorëheqje pas shpalljes së pavarësisë dhe ne kemi pas pengesa pastaj në administrimin e tatimeve në atë pjesë. Me kalimin e kohës kemi zhvilluar konkurse, kemi bërë rekrutimin e zyrtarëve dhe kemi kryer aktivitete. Jo ndoshta në njëjtën mënyrë sikurse në pjesën tjetër, por kemi kryer aktivitete dhe janë disa dhëna që janë të mira besoj për publikun. Në regionin e Mitrovicës, e cila ka në vete komunën Mitrovic, Skënderaj, Vushtri, Leposavic, Zubim Potok, Zveçan dhe Mitrovicën e Veriut, ka 11.198 tatim pagues aktiv. Prej tyre 7.540 janë biznese aktive, 6.000 biznese individuale, 1.452 janë persona juridike. Nga ky numër, 1.312 biznese aktive janë të pjesës veriore, përkatësisht komunës Leposavic, Zubim Potok, Zveçan dhe Mitrovic e Veriut. Ose shprehur në përqindje, 17.4% e bizneseve në këtë region janë pjesës veriore. Pjesa tjetër që besoj prapë është me interes, është pjesa e pagesës së tatimeve. Në shtrirjen e përgjithshme morën pjesë me 17.4% të bizneseve, ndërsa në pagesën e tatimeve morën pjesë me 11.3%. Domthonë është një pagesë e konsiderueshme që bëhet edhe prej këtyre komunave në pjesën veriore. Tash me marrëveshjen e Brukselit ne kemi marrë edhe 15 zyrtar të ri, 15 zyrtar të nacionalitetit serb, të cilët janë të rekrutuar për të kryer aktivitete të administrimit të tatimeve.
është një përpjekje që edhe në atë pjesë mos të ketë pengesat, kryen aktivitetet dhe konsideroj administrata ka rezultate të mira. Gjithë tatim pagues atje që afarojnë janë me numër fiskal, kanë përpos numrit të regjistrimit biznes, kanë edhe numër fiskal, ato që kanë import edhe eksport e kanë deklaratë të TVSH-s, që është e domosdoshme, dhe është një menaxhim me pak pengesa. Funksionin e veçantë administratat tatimore ka dhe në bazë të obligimit ligjor që të inkurajoj përmbushjen vullnetare të tatimeve. Kjo është edhe misioni i administratës tatimore të Kosovës. Ne kemi në gjitha regionet, administrata është e shtrirë në gjithë Kosovën, ka shtrirë në 6 qytete, në Prishtinë kemi 3 regione, plus e kemi drejtorinë e tatim paguesve të mëdhenj, të cilët kontribuojnë në buxhet me mbi 55% të hyrave. Pastaj kemi në regione tjera Mitrovic, Pejë, Gjakov, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan. Në gjitha regionet është e shtrirë. Në këto regione kontakti i parë i afërtit tatim paguesve bëhet te zyrat e shërbimit tatim paguesve. Janë zyrat moderne, zyrat mira që janë të pajisura edhe me një sistem elektronik të menaxhimit të rrallëve, që konsideroj tatim pagues janë komod që të shkojnë të kryejnë shërbime, presin në rrallë sipas sistemit elektronik, janë një subjektive se kujt don me kry punë zyrtarit tatimor. Këtu e kemi një qendër ekskluzive në Prishtinë që ofron shërbime për tatim pagues të gjithë Prishtinës, një qendër e veçantë, pavarësisht 3 regioneve. Pastaj kemi qendrën e Thirrëve, e cila ofron informata qoftë për ato që kanë ngecjen pagesën e tatimeve, ato që kanë ngecje në deklarim pret thirrje për shqetësimet, për pyetjet e ndryshme, informon për borxhet, për prapambetet edhe ndonjë avancim i shërbimit që është i njofton publikun. Komunikimin e kemi të mirë, kemi ofruar edhe lehtësime përmes deklarimit elektronik të tatimeve. Kemi një sistem modern, sistem i thjeshtë, në cilën i futen dhomët tatim paguesin dhe i prodhojnë pastaj deklaratat e kalkuluara në mënyrë elektronike për obligimet tatimore me një dëftesë për pagesë dhe kryen shërbimet pa pas nevojë të kenë asnjë kontakt me administratën tatimore të Kosovës. Është një pjesë stimuluese për tatim pagues, një pjesë që është nxit përmes udhëzimit administrativ 2015 në vitin e kaluar, i cili ka ofruar një nxitje të qytetarëve për marrjen e kuponeve fiskale. Edhe këtë 3 mujor do të aplikohet në njëjta mënyrë. Edhe për 3 mujorin e fundit vitit 2016, mirë po është një ngarkesë jashtëzakonisht e madhe për administratën tatimore, është një përfitim i vogël për qytetarët, po konsiderojmë se ka qenë një prej projekteve që ka dhënë rezultate të mira. Është një edukim shumë i mirë i qytetarëve, tani qytetarët janë partner me administratën tatimore në kërkimin e kuponit fiskal. Kjo ka nxit në mënyrë të drejtë për drejtë edhe fiskalizimin e bizneseve, në mënyrë që shitjet e tyre të janë sigurta, po ashtu edhe përfitimet shkojnë tek qytetarët, që është një përfitim deri më tani jashtëzakonisht i mirë. Mbi 600.000 lekë i ka trajtuar administrata. 600.000 qytetarë kanë mund të jenë, nëse nuk është përsërit ky numër prej numrit të njëjtë, 600.000 lekë ka trajtuar dhe ka kthy deri më tani mbi 9 milion euro tek qytetarët. I kemi në proces edhe afër 2 milion euro vetëm 3 mujorit fundit, që diku 11 milion euro janë përfitimet për qytetarët. Është një mundësi e mirë që qytetarët krahas kërkimit kuponeve fiskale përfitojnë edhe nga kjo mënyrë. Ju e thatë që kjo është 3 mujori i fundit i kësaj forme, pritet ndryshim? Pritet ndryshim edhe për çështjet stimulimit do të jetë më stimulues për qytetarët në tipin e organizimit të lojrave shpërblyese. Ne jemi në kontakt edhe me shtetet e rajonit se si e kanë zhvilluar mënyrën e stimulimit të qytetarëve, edhe cila është
mënyra më e lehtë e përfitimit. Po ashtu edhe me Llotarinë e Kosovës kemi kontakte që të bëhen pjesë e organizimit të lojrave shpërblyese, që ato që fitojnë do ta kenë mundësinë të fitojnë më shumë dhe nxitja të vazhdoj gjithashtu për qytetarët për marrjen e kuponeve fiskale. A mund të konsiderohet kjo pa drejt pasi që qytetarët shpresin gjithmonë shpërblimin, edhe ndoshta në këtë rast bjerë që një vit nuk fitojnë ata asgjë dhe t'ju bjerë motivimi për me mbledh kuponin fiskal? Jo, kjo çështja e motivimit ka edhe arsye të tjera, nuk ka çështja vetëm e paras që merr qytetari. Qytetari në momentin që pajiset me kupon fiskal e fiton edhe të drejtën e reklamimit të një produkti që i ofrohet. E ka edhe një siguri se produktin që e ka pagu, që e ka marrë, është produkti i vërtet edhe din adresën se nga kush e ka marrë. Kjo forma e stimulimit ka qenë formë edukative për qytetarët që të ndihmojnë shtetit edhe në proces fiskalizimit, po edhe të sigurojnë vetveten se pagesën që po e bëjnë për mallin që e blenë, pjesa e tatimit shkon në xhirollogarinë e shtetit. Po, Domthon bën kontribues drejt për drejt edhe në orkën e shtetit, po edhe kanë përfituar prej kuponëve fiskal që i kanë grumbulluar. pikrisht, ama qytetari gjithmonë nëse më herët nuk ka qenë ky motivimi, nuk ka qenë edhe më herët gatishmëria e qytetarit për me marrë kuponin fiskal. Në momentin kur administrata tatimore ka bërë lojën shpërblyese ose dhënien e stimulimit apo asaj rangut 10, 15 apo 20 euro, atëherë qytetari ka filluar me mbledh më shumë kuponin fiskal. Edhe ka pritë shpërblimin. Dhe kjo ka ndodhur. Për fakti që afër 11 milion euro janë në xhepat e qytetarëve, ose 2 milion euro që pritin të jenë në xhepat e qytetarëve, kjo ka dhënë efektet e saj. Po për administratën tatimore të Kosovës kjo është një kost shumë e madhe, është një mundim shumë i madh dhe një rrezik për vazhdimin e mëtutjeshëm nga fakti se qytetarët tash një grup i qytetarëve kanë filluar të binë pliko vetëm nga një tatim pagues dhe nga një produkt. Kemi disa herë pliko që duhet me anulu për shkak se konsiderohet se qytetari vetëm derivatet naftës merr ose merr vetëm një artikull të një njësi që konsiderohet se është edhe një lojë aty e mundshme, po kjo nuk është për të gjithë qytetarët, është për një kategori. Po për administratën tatimore është shumë e mundimshme. Duhet të kontrollohet çdo pliko, kuponat që i ka, numrin që është i domosdoshëm edhe vlerën që e ka. Pastaj ne përmes kësaj kemi bërë një verifikim të saktësisë kuponëve edhe sa janë ato origjinale, janë të lëshuar prej pajisjeve fiskale apo janë edhe prej pajisjeve jo fiskale. Këtë mënyrë ne kemi korrigjuar edhe pajisjet elektronike fiskale dhe sistemin fiskal se është i sigurt i ai që nuk korruptohet në dhënien e kuponëve fiskale. Me udhëzimin administrativ në 2015 të vitit kaluar, është një paragraf i veçantë i cili i dallon tatim pagues të cilët duhet pajisjen me pajisje fiskale dhe ato që nuk kanë obligim të pajisjen me pajisje fiskale. Tatim pagues të cilët ofrojnë shërbime për publikun, të cilat janë të matshme me instrumente matëse, lëshuhet faturë shumë e saktë për to që është të shërbimet e energjisë elektrike, telefonia fikse, ujin, ngrohja, pastaj edhe menaxhimi i mbeturinave, kjo pjesa që është drejt për drejt e lidhur me publikun janë të liruar prej procesit të fiskalizimit. Janë të liruara për këto shërbime. Keci ka një sistem specifik që ban matjen e shërbimit që ofrojnë dhe lëshojnë fatura mbi atë matje. Edhe krijohet mundësia e bazës tatimore të saktë. Dhe qëllimi i fiskalizimit është që baza tatimore të jetë e saktë për tatim paguesin dhe informata e saktë për tatim paguesin po edhe për shtetin. Kjo arrihet. Prandaj nuk ka obligim që të pajisen me pajisje elektronike fiskale. Keci duhet pajiset me pajisje fiskale për shërbime tjera, jo të ofrimit të energjisë, për shërbime tjera. Ketë si posta gjitha kompanitë që ofrojnë edhe këto shërbime ose kanë shërbime të përzira. Naftëtarët, si çdo tatim pagues tjetër, janë obligues që të fiskalizohen.
Po njëjtë sikur se udhëzimi administrativ që parashef për pjesën e shërbimeve për publikën, njëjtën mënyrë parashef pajisje specifike për naftëtarët. Domethënë është sisteme fiskale, sisteme më perfekte që gjatë mbushjes duhet bëhet fiskalizimi i tyre dhe kuponat fiskale të shuhen prej. Janë pajisje që janë konsideruar të shtrenjta, kanë pas vështirësi në fiskalizimin e tyre dhe shpesh ato tendencat ose zhagitjet në fiskalizim kanë qenë duke deklaruar se nuk ka operator të mjaftueshëm. Udhëzimi administrativ i lëshuar nga ministri vitin e kaluar ka pas këtë qëllim që të ofroj liberalizim për operatorët që dëshirojnë të futen në treg. Kjo përkundër përpjekjeve nuk është arrit deri para një muaji. Para një muaji kemi një kompani 3 e cila ka arrit që edhe në laborator të përmbush kërkesat ose specifikat teknike dhe tani çështja e monopolit nuk është temë që diskutohet. Janë 2 kompani që ofrojnë pajisje fiskale për derivatet naftës, sisteme fiskale, ndërsa të tjerat kanë qenë orka fiskale dhe pajisje tjera që nuk kanë qenë sistem fiskal. Sistemin fiskal tash ofrojnë 2 kompani, ne kemi aktivitetet vazhdueshme me këto dhe çdo ditë ato po fiskalizohen. Kështu është një trend pozitiv edhe në këtë drejtim. Po garantoni që këto shumë shpejt do të fiskalizohen dhe do të mbyllet kjo çështje? Fiskalizimi është proces që kur nuk mbyllet. E kisha fjalën vetëm për naftarë, sepse për këto që janë ekzistuese, është proces që synojmë ta mbyllim me këtë vit, me përfundimin e vitit 2016. Tani nuk kanë asnjë arsye që të trokasen edhe ndyrët e ndryshme të qeverisë për shkak të çmimit, për shkak të monopolit, se janë 2 pajisje fiskale që tash janë ato konkurrent edhe në ofrimin e çmimeve për shkak se kanë me marrë tatim pagues me kushte më të mira. Ka njohuri administrata tatimore, kemi pas relacione të mira me postën e Kosovës, ata janë në proces të rifiskalizimit, sepse në momentin që është nda posta e Kosovës me valën, atëherë pajisjet kanë mbet pjesë që janë nënshtruar procesit të ndarjes. Ato janë në një proces të tenderimit, sa na kanë njoftuar edhe me shkrem. Ne kemi pas aktivitete për keqardhën time, ato edhe janë gjobit, ka pas dikon mbi 70 gjoba që janë lëshu postës, është një vlerë mbi 70.000 euro, që janë ndëshkuar edhe janë proces të rifiskalizimit edhe vendosjes në funksion pajisjeve elektronike fiskale. Ne edhe këtu synojmë që ky vit jetë vit përfundimtar për pajisjen edhe të postës. Projekti i qeverisë për bashkimin e administratës tatimore dhe doganës në një agjenci të vetme tatimore dhe doganore të Kosovës është projekti i cili ka filluar më herët. Nuk është projekt që ka filluar tani, është projekt që është diskutuar më herët. Ne kemi pas një pilot projekt për bashkimin në vitin 2012, njësia e hetimeve tatimore ka lënë në doganën e Kosovës në një njësi të përbashkët hetimeve tatimore dhe doganore. Pastaj procesi reali i diskutimit bashkimit vërtet të administratës tatimore dhe doganës ka filluar vitin e kaluar me krijimin e një programi, një projekti për bashkimin e doganës me administratën tatimore dhe krijimi i grupit koordinues për zhvillimin e këtij procesi. Grupi koordinues ka hartu draft ligjin, i cili është tash në qeveri, dhe ligji i cili do të miratohet nga parlamenti hap rrugën për bashkimin e administratës tatimore dhe doganës. Gjithashtu është krijuar edhe plani se si do të realizohet ky bashkim, cilat janë departamentet ose funksionet e para që do t'i nënshtrojnë bashkimit, po afatet që kanë qenë të parashikuar janë shtyr për shkak të ligjit i cili duhet t'i paraprik këtij procesi. Po që se ndodh kjo, ndoshta është e afërme, a pritet të humbin vendin e punës punëtor nga ana e administratës tatimore? Në vitet e para nuk do të humb vendin e punës asnjë. Për këtë ministri ka lëshuar edhe një letër për gjithë stafin, edhe tatimeve edhe doganave, i ka njoftuar me qëllimet e krijimit të një agjencie dhe cili është synimi që të krijojmë një agjenci më efikase që do të lufton informalitetin, do të zbut më shumë çështjen e mos përmbushjes e cila
po ashtu është një dukuri që është përgjegjësia e administratës dhe doganës, dhe vitet e para, ndoshta 4-5 vitet e para, do të ketë nevojë edhe për staf tjetër, jo ma të humbin vendet e tyre të punës, po humbja ose reduktimi i vendeve të punës vjen me modernizimin e shërbimeve për tatim pagues. Ne një shembull që mund të jetë ilustrativ edhe për këtë kemi me procesimin e deklaratave tatimore. Derisa nuk i kemi procesuar në mënyrë elektronike dhe nuk kanë deklaruar në mënyrë elektronike, ne kemi pas mbi 30 staf që janë marrë vetëm me futjen e dhënave në sistem. Tani kemi 5. Kemi një reduktim të numrit të zyrtarëve që merren me këto çështje. E njëjta do të ndodhë edhe me shërbimet që ofrohen prej agjencisë së ardhme, tatime dhe doganës. Borxhi tatimor ka qenë kryesisht borxhi trashëguar i viteve të mëparme, edhe borxhi edhe nuk ka pas fuqi ligjore administrata tatimore të merret. Krijimin e borxhit duhet pa në 2 mënyra. Borxhi krijohet me vetë deklarim nga ana e tatim paguesit që kryen procesin e deklarimit, por për shkak të vështirësive financiare nuk paguhen edhe krijohet ai borxh. Pastaj borxhet bazë shtohen ndëshkimet, interesat, të cilat e rritin e shtojnë vlerën e borxhit. Dhe mënyra tjetër është përmes vlerësimit dhe kontrollave të konstatimit tatimit shtesë. Në periudhën e mëhershme, kur është krijuar administrata tatimore, kanë qenë gabime të dyanshme edhe resurset edhe të papërgatitura dhe jo të mjaftueshme të administratës tatimore edhe nga ana e tatim paguesve gabimet në deklarime dhe në pagesa të tatime dhe ka qenë një akumulim i madh i borxheve. Për periudhën 2000-2008, ne kemi pas 32.689 tatim pagues, të cilët kanë qenë borxhli. Shuma e përgjithshme ka qenë 307 milion euro, gjendja në muajin tetor 2015. Prej kësaj ka qenë 94 milion euro tatimi bazë. Pjesa tjetër është në ndëshkim edhe interes, cilën administrata tatimore gjithmonë e ka pas vështirësi edhe për shkak të ligjit. Se ligji i ka dhënë fuqi administratës në fillim 5 vite, pastaj 6 vite për më marrë me borxhe. Tatim paguesi ka pas të drejtën e kontestimit, të ankesës, dhe gjithmonë e vështirësu aktivitetet në raport me mbledhjen e borxheve dhe janë akumulu këto borxhe. Ne kemi pas një ligj edhe më herët që kemi mujt me trajtu edhe kemi pas drejt edhe me fal, po procesi i falës ka qenë proces që është pa me rrezik, është proces pak më delikat dhe nuk kemi mund me ecë sa duhet në atë drejtim. E ky ligj na i ka hap dyert. Ky ligj ka kriju mundësi që për borxhet e vjetra të falen gjitha, borxhi bazë, ndëshkimet edhe interesit. Ne kemi arritë që gjatë kësaj periudhe të menaxhojmë dikon 38.549 tatim pagues. Prej tyre, tatim është fal ose është tjek prej kontabilitetit të tatim paguesve 51.3 milion euro. 48.4 milion janë ndëshkime, interesi është 106.7, gjoba 773.000, gjithset janë borxhet tatimore 207.328.515 euro. Më është një ndihmë jashtëzakonshme në pastrimin e listave të tatim paguesve nga borxhet e vjetra, për cilët ka pas konteste, kanë qenë tatim pagues që e kanë përfundu, edhe tatim pagues ndërkombëtar që e kanë përfundu aktivitetin, nuk janë fare në Kosovë. Po janë borxhe që kemi arritë të pastrojmë listat. Shumë i dobishëm ka qenë për. Dhe po të kishte vazhdu matutje, sigurisht se kjo vlerë do të ishte shumë më e madhe. A pritni edhe këto 6 muaj të ardhshëm, do të thotë që do të bëhet reduktim më i madh, apo mjafton 6 muaj apo ka nevojë edhe për më tepër? Jo, unë konsideroj se ky ligj, nëse miratohet ligje për vazhdimin e 6 muaj, kishte më qenë shumë i dobishëm për gjithë borxhlit, jo vetëm të tatime, po dhe borxhlit tjerë. Se mas pakti ka pas borxhet tatimeve, ka qenë borxhet e energjisë elektrike, të ujësirësve, të ngrohjes, të mbeturinave, gjitha borxhet publike kanë qenë pjesë që janë nështruar ligjit për faljen e borxheve. Kështu më qenë shumë i dobishëm vazhdimi se
Periudha e fundit për ne ka qenë një periudhë ku kanë vërshu tatim pagus me shfrytzu drejtat e këtij ligji. Ligji ka ofru benefite, ka shlyp burgjet, ka ofru kushte edhe për periudhën 2009-2014, që asnjë ligj tjetër nuk e ka ofru.